Përshëndetje dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Ditët kalojnë dhe shtunë na rikthehet përsëri me një personazh përsëri të ftuar në këtë emision duke treguar fokusin e jetës së tij të përditshme. Me mua sot, i ftuar i radhës është Dritan Kajrani, 48 vjeçari nga qyteti i Lushës, një emër tashmë i njohur në fushën e gastronomisë në qytet. Pas 25 vitesh, provoi punën në shtetin grek. Ai solli modelin e tavolinës tradicionale dhe tavenës në vendin e tij, qytetin e Lushnjës, duke hapur për herë të parë një biznes të suksesshëm me sufllaqe dhe gatime të ndryshme. Një histori suksesi që nis në një moshë të re, nga nisja në emigracion dhe rikthimi i tij në vendinjen në qytetin e Lushnjës. Një histori sipërmarrje, një histori suksesi, në një njerëz që punën e ka gjithçka në jetën e tij të përditshme. Tani faleminderit që jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus, duke na treguar atë jetë reale që ju keni krijuar gjatë kohës në biznesin tuaj, po dhe në moshën tuaj që ju keni nisur aktivitetin në shtetin grek. Në radhë të parë ju falenderoj juve si emision dhe si kanal për respektin që më bëni në biznesin tim. Tani, si e thatë dhe ju, është një eksperiencë jashtëzakonisht e madhe, disa vjeçare, në shtetin grek, në moshë shumë të vogël, si gjithë emigrantët e tjerë, edhe unë vazhdova rrugën për një jetë më të mirë. Dhe Ju aktualisht jetoni në Lushnjë. Po. Jeta juaj ka nisur në moshën 17 vjeçare, ju keni emigruar se gjithë të tjerët në shtetin grek. Po. Aty karriera mori një kthes, aty jeta jote mori një kthes si vë. Me sa me mend ka qenë vitin 1997, në mos gaboj prill dhe 7, pa filluar trasirat akoma, dhe vllai i madh më tha, po deshe të vish, se mendova një as dy herë, u bën gati që ishte për bërë dhe u nisëm. Në moshën 7 vjeçare, A ishte e vështirë për tani që të kalonte male dhe për të shkuar në një vend që e aty prekte atë që sot e ka kthyer në një biznes? besoj se të gjithë shqiptarët që ka kaluar në ato vite të brëmale, ka qenë shumë e vështirë. Sidomos në kohën e dimrit. Të borë, ftohtë, fëmijë, gra me vete, por suksesi është kur si që nisëm të gjithë, ashtu arritëm të gjithë, në vendodhjet e secilit që duhet të vende. Ishte e vështirë, shumë e vështirë. Si u duk vendosja nga Shqipëria ose nga qyteti i Lushnjës në një shtet grek dhe si u duk në ditët e para të punës ku ju nisët të ishit pjesë e aktivizimit nga puna nga sipërmarrësit grek që ju kërkoni për të punuar në bizneset e tyre? Shiko, të nises nga Lushnja, një qytet vogël, dhe të arrish në Athinë, në një qytet shumë të madh, normal që është diçka krejt ndryshe, shumë ndryshe. Mirë po, rol të madh luajti pjesa e shoqërisë dhe vllai. Me një fjalë, unë fillova punë, që ditën e parë që provajta, por gjithmonë me njerëzit që i njifja, që ishin po nga më të ndjejme, dhe me vllai. Dhe ditët e para nuk se pata një ngerç ose një mbrojtje, ke parasysh, duke qenë me shqiptar në punë, dhe flisin e gjuhën, filloi me një fjalë çdo gjë shumë bukur. Gjithmonë flasim për pjesën e ndërtimit, unë kam filluar punë në ndërtim, në vitet e para të emigrimit tim. Por, shqyqyr zoti, A kishte tani në një sfidë të përjetuar fillimisht kur ju britën në Greqi? Sfida nuk më të them, sepse unë e dija ku do veja. Nuk është se unë nisa diku dhe nuk dija fundin. Dija dhe fillimin, po dija dhe fundin ku do veja. Sfidë mund të them ishte
pjesa kur fillon, do të thosh gjuhën, kur fillon kërkon më shumë, kur fillon shkëputesh dhe do të bësh diçka tjetër. Aty fillon sfidat e vërteta. Normal që kam pas edhe njerëz që kanë vajtur, kanë njikur pa një destinacion. Veç saj, roli juaj pasi ju lat punën e ndërtimit dhe si u zgjodhet në një tavernë greke. U pëlqyet vetë, e pëlqyet punën aty ku bëhesh, apo thjesht ju e provuat dhe pastaj nisët në tavernë? Shiko, vjet e para, me sa më mend, nga 97 deri në vitin 2000, unë kam punuar në ndërtim me vllai. Në vitin 2000 më thot një shok që nëse ke mundësi do të vish të punosh kamarier në një tavernë. Që parasysh Si e sfiduaj tani tavernën greke duke ditur gjuhën pak, komunikimin me grekët, afriniteti me këtë tavernë, se normale në Greqi tavernat janë pak të mëdhaja, me njerëz shumë. Si fillim që e vështirë. Që shumë e vështirë. Edhe nga pjesa e gjuhës, edhe nga pjesa e ambientit, edhe nga pjesa që unë nuk e di atë punë. Por, të them drejtën, kuzhina më ka pëlqyer gjithmonë. Gjithmonë, edhe kur jam në Shqipëri më pëlqen kuzhina. Dhe edhe pse në fillimet e mia ishte vështirë, shumë herë kam dashur të largohem. Si pikërisht kërkojnë të largoheshit? Si kishin arsyet që ju vështirësonte punën tuaj atje? Shiko, veçanësi nuk pati, por unë bëja dy punë. Para ditë punoja në ndërtim dhe në darkave veja tavernë. Kamarier, ndihmës kamarier, pas kamarier. Dhe normal të punosh 16 orë në ditët. Është pak e vështirë. Është pak e vështirë. Sepse të nesër mëngjes më duhet të jam punë orën 6. Por më mend që viti 2000 a 2001 që më duhet të zgjidhja ndërmjet ndërtimit Në tavernës. edhe tavernës. Dhe si përfundim zgjidhja tavernën. Si pikërisht tani zgjodhi tavernën? Shiko, pas diçka që më pëlqeu. Unë e kam thënë me vite, edhe e them prapë, që kuzhina është një artë me vete. Që të bësh një punë në kuzhinë, në radhë parë duhet ta duash kuzhinën. Të duash atë që bën. Të krijosh. Kuzhina s'ka fund. Kuzhina ka vetëm ide. Se si mund ti kontraktosh të gjitha idet që dalë diçka e bukur. A kishte tani diçka nga vetë grekët që punonin atë tavernë, apo drejtuesi atë asaj taverne, apo kuzhinierët e asaj taverne, që tani do ta them pak në thonjza që mund të vinte një pjesë zanati, po të merrë një pjesë zanati nga ka do ta themi nizëqarçe. Po. Ka pas kuzhinier që ka ndodhur mua personalisht. Që nuk donin të mësoja punën. Dhe më thoshin që shiko, bë këtë punë ti për mos mësuar punën kryesore. Por ka dhe mënyra tjera. Si ka zgjedhur tani këtë mënyrën tjetër? Shiko, Se jemi kurioz ta dim. mënyrën tjetër ishte më mend, nuk e di, ishte smur ai kuzhinieri i tavernës aty. Edhe më vjen pronari më thotë ditë, shiko thot, nuk e kemi kuzhinieri. Dhe puna duhet dalë. Se mund do mundohem për të tjera. Dhe nuk ezitova herë të dytë. U futa në kuzhinë me çka kisha parë. Jo kisha bërë. Me çfarë kisha parë, në fund të darkës çdo gjë shkoi mirë. Dhe më thot pronari i biznesit, s'të kam parë kur të gatuash më përpara. Si mundet ta nxjerrësh punën sot pa që kuzhinieri? I thash, ai që do mëson, pa na parasysh, e vet ti apo se vet ti të gatuaj?
Kam kaluar, shikoja çfarë hidhte, kaluja prapë, shikoja si e bënte. Ka lloj mënyrash për të mësuar. Për atë që e do, mësoj. Ka mënyra. Dhe që përfundim nga ajo ditë pastaj, u hapën dyert. Si u ndje kuzhinieri që ishte para jush, kur ju e mori vesh që ju keni kaluar kuzhinierën atë tavernë? Si u ndje? Kur erdhi në punë ditën tjetër dhe mësoj çka kishte ndodhur, më mori veç edhe më tha, kam një pyetje. Po i thash. Tha si e mësoj natë. E shpjegova. Duke punuar këtu, që po e mbysoj çfarë bëhet tia. Duke punuar atje, që po e mbysoj çfarë bëhet tia. Më ka dhënë bravo. Si çdo shqiptar që në një çdo Ka shtet thënë bravo, po. botës, gjithmonë zanatet e tyre i marrin duke qenë me pjesën tjetër dhe në moment bën të parë pastaj. Kalojnë direkt të parë, sepse inteligjenca e shkatësisë dhe shpejtësisë që e marrin. Kalova. Do të them që ai kuzhinier që mua nuk më la të mësoja punën, ai kuzhinier mua më hapi dyert. Më hapi dyert për shumë gjëra. Me një fjalë, unë kam punuar në tavernat shumë të njohura, në shumë lagje të mira, dhe kam vajtur si pjesë e stafit të këtij kuzhinierit që ishte shumë i njohur. Me një fjalë, nga ajo ditë që ai e mori vesh çau bën në tavernën ku punoni, u hapën dyert për gjitha. Por, ka i diçka. Është një sakrificë shumë madhe. Shumë madhe. Tani, do të flas në pjesën e emrit që keni vendosur tavernës. A luti një rol në formimin tuaj profesional në tavernë, puna që ju bëhet vetëm në Greqi? Po. Sepse tek pjesa e tavernës, unë i di gjitha. Për të bërë tavernës. Nga aja dhe dezheja. Përgatitjen e kuzhinës, përgatitjen e mishit, përgatitjen e erëzave, përgatitjen e salcave dhe besoj që një ustar, si që themi neve për shembull në gjuhën tonë, me profesion shumë të arrijë deri ku duhet i ditë gjitha. Një fjalë, kuzhinieri, që quhet kuzhinier, duhet i ditë gjitha. Nga haja deri te zheja. Me radhë nga sallatrat, nga pjesët e erëzave, nga pjesët e salcave, nga pjesët e mishit, dhe e fundit fare, që është kryesorja, si ndërlidhen gjitha këto. Që të dali diçka në fund fare te klienti e bukur. Masi ju kaluat gati një pjesë të jetës tuaj në shtetin grek. Po. Me tavernat, me gatimet, si ndjeshin qytetarët grek kur vinin që shikoni një kuzhinier shqiptar aty, që i shërben të mrekullueshme dhe haheshin gatimet e tij, si themi ne, priqesh dora atij në sufllaj, pasi grekët në përgjithësi shteti grek mahet për sufllajat. Po. Shiko, ka shumë shqiptarë në Greqi, e pak në natin kur jo una, ka shumë shqiptarë që kohët e fundit kanë dyqanet e tyre. Grekët, besoj una, janë një popull që deri diku i vënë si ku që gatuan, por më shumë rëndësi i vën mënyra se si gatuhet. Parasysh çfarë është. Shqiptar, italian, rus, pamarësysh kombësia. Nëse diçka e mirë atyre i pëlqen, do vinë. Nëse diçka nuk i pëlqen, dhe tjetë dhe grek, nuk do vjen. Por ne, paktën ne si kishte marrë ne tani me qytetarët në lagjen ku jetonte në tavernë? Shiko, unë kam pas marrëdhënie shumë të mira. Shumë të mira, për kaq vite sa kam jetuar në Athinë, kam pas shumë të mira në lagjen ku jetoja dhe në lagjen ku punoja. Kam punuar në shumë lagje të Athinës. Ashtu siç kam punuar edhe në shumë ishuj. Në mos harroj, kam punuar të paktën në shumë ishuj të Greqisë.
Në ishut më të dëgjuar të Greqisë. Mas e kaluat një kalvar të gjatë të gjithë punës suaj, negatime në ndërtim me familjen, me vllajin, me shoqërinë atje. Si vendosit tani të kthehesh në Shqipëri? Shiko, ka qenë viti 2016. Po, 2016. U ktheva nga Greqia dhe mbaj mend që ishin prizë dokumentat, nuk e di parasysh ishin prizë dokumentat, nuk i bëra dokumentat, dhe u ktheva. Dhe vëllezrit që kisha në Greqi, erdhën dhe më takuan, dhe më thanë, çfarë keni më të bësh? Pa hezituar fare, tha gje para të hapi një tavernë. I sollët biznesin e parë e sufllaqeve në qytetin e Lushjes, që morët dhe emrin tuaj, emrin tani. Shiko, ku erdha unë këtu kishte fast food. Kishte. Po fast food të vegjël apo të taverna të mëdha? Të vegjël. Por, shiko, kjo historia fast foodit ka një zanafill shumë të hershme. Ka zanafillin që në vitin 2004, kur unë vija si emigrant në qytetin tim. Dhe kur vija, shikoja që nuk kishte aty ku duhet standardi i kësaj lloj pune, këtij lloj biznesi. Standardi nuk kishte akoma. Dhe duke ardhur shpesh, bua re që diçka i mungon këtij qyteti. Diçka që për këtë lloj profesioni më shumë, më shumë, duhet diçka. Dhe kështu vendos. Ka qenë shumë e vështirë. Pse ka qenë e vështirë tani? Ka qenë e vështirë për arsye sepse kur ti je një emigrant në një moshë shumë të vogël dhe kthehesh në një moshë madhore, normal njerëzit kanë ndryshuar. Qyteti ka ndryshuar, rinia ka ndryshuar dhe kjo ishte një ide e zgjedhur nga ju vetë, apo thjesht ju e menduat gjithë kohës dhe pastaj erdhët dhe thotë, ha se po godasim në Lushje të hapim një tavernë. Jo, ka qenë diçka e menduar. Mi fjalë, ka qenë diçka e menduar që kisha qef dikur që të hapja një tavernë me shufaqje në qytetin e Lushjes. Ka qenë një ëndër që filloi që në vitin 2008. A kishin miq apo shokë që thoshin tani sjellë Greqinë, aty është më mirë, që të vështirë biznesi në Shqipëri, se gjithmonë shqiptarët kulën në kafene për këto biseda? Shiko. Se ne pakikisht duhet gërmojmë çik të tregojmë atë realitetin, sepse qytetarët edhe vetë emisioni ka fokusin e tij, realitetin e një biznesi që tani erdhi në një moshë, iku në një moshë feminore, adoleshente në shtetin grek në Athinë, rikthehet mas kaq viteve dhe hap një biznes me emrin në qytetin e Lushjes, kur sot taverna juaj është me emrin në qytet. Dhe me këtë duam. Shiko. Eksperiencën e tanit. Atëherë, në vitin 2017 kur hapa unë për herë të parë, në 20 janar 2017-s, ka qenë sfidat shumë të mëdha. Kishin njerëz që thoshin pse u ktheve? Po. Kishin edhe njerëz që thoshin mirë bëj që u ktheve. Mi fjalë që pjesa e ndarë, disa kështu, disa kështu. Sado që të punosh jashtë shtetit, do vijë moment që të gjithë, mos të gjithë, besoj një shumicë e madhe do kthehen në vendin e vet. Dhe unë këtë doja ta arrija përpara se të hapë dikush tjetër. Ndjerë do të qenë përpara, se sa të vjen dikush tjetër, hapë përpara mia, dhe unë desha pastaj I dyti pas ti dhe do kishte çik më shuja. Pjesa më e kryesore ka qenë pjesa e fillimit. Mbaj mend që kur hapa fillim fare, punoja nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 1 2, ka pas edhe 3. Tani punonte vetëm apo me punojës apo familjar, si e kishin? Në fillim me familjarët. Ka pas ndjemë shumë të madhe. Por në fillim me familjarët, ka pas e raste, më kujtohet një rast,
që nga lodhja nuk se zënë gjumi si për freferit. Nga ora 3 dhe nga ora 4 isha shtrirë, isha mbështjetur dhe më se zënë gjumi. Por punë pa lodhje dhe pa sakrifica nuk ka. A është e vështirë biznesi këtu në Shqipëri? Me që se ju keni tunë në 2 shtete? Biznesi këtu në Shqipëri është e vështirë, varet se si ose çfarë kërkon. Çfarë kërkon. Ka për shumë disa rregulla që unë në biznesin tim nuk i lejo për shumë. Ose ka vënë ca rregulla të pjesa e biznesit tim për sa i përket klientës dhe punëtorëve. Domethënë, çfarë ndodh me pjesën e klientelës në Shqipëri? Nuk kemi më në vitin 2005, as 2000, as 2010, kur nuk kishte cilësi, nuk kishte një lloj, sa them unë, komunikimi, respekti, pastërtia, Kur erdha unë në vitin 2017-2018, Shqipëria goxha kishte përparuar. Dhe nga që unë kam pasur si proces në veten time, që një biznesmen duhet të ketë respekt për 3 gjëra. Pastërtinë, cilësinë dhe komunikimin karshi klientit. Qytetarit. Sepse në këto 3 pikpamje, qytetari pastaj e vendos se ku të kaloj drekën, ku të kaloj darkën, kush është më i miri, kush është gatimi më i mirë. Këto 3 parimet unë i kam pasur gjithë jetën time. Sa e rëndësishme ka qenë mbështetja tek ty familja? Familja. Ju jeni pas një rrugtim. Shiko, familja është për mua personalisht. Ka qenë dhe do jetë gjë më e shtrenjtë. Kam pas mbështetje shumë të madhe nga gjithë familja. Por veçanërisht kam pas mbështetje nga 2 vëllezërit mi që aktualisht njëri ndodhet në Greqi dhe njëri ndodhet në Gjermani. Si fillim. Kjo ka qenë dhe pjesa sepse ne kemi qenë të 3 bashkë në Athinë. Por edhe nga vllai i madh. Flasim për pjesën e Greqisë. Kurse këtu kam pas mbështetje edhe nga vëllezërit e tjerë që janë këtu. Dhe që përfundim e gjithë kjo mbështetje familjare të jep kurajë që ti mos të dorëzohesh, se ka pas momente. Ka pas momente tani që ka dash të rrëzohet edhe është ngritur? Po. Ka pas momente kur... Ka kush kanë ardhur tani? Shiko, me kush kanë ardhur. Kanë ardhur nga që kur ti je një biznesmen i ri në Lushnjë, njerëzit fillim fare vinë e provojnë. Pak një biznes i ri, të shikojmë dhe vëmë qyshtet. Por një biznes nuk matet kur në fillimit e veta. Unë kam zhjenë konkluzion, me kaq vite eksperiencë kam, që një biznes i rafinuar, i dedikuar dhe i mirë, i fort, duhet ketë paktën 6 deri në 1 vit tjetë në punë. Eksperiencë pune në këtë vend kur hapet për herë të parë. Jo këtu, po edhe në vendet tjera. Do jetë eksperiencë. Duhet paktën 6 deri në 1 vit. Atëherë mbas 1 viti ti thua që unë ja dola. Por ka dhe nga ata që nuk durojnë dot. 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, pastaj dorëzohen. Ka qenë këmbulja ime shumë e madhe për mos mbyllur. Që një periudhë. Po pse pikërisht këtu tani të paktën me çfarë shikojmë ne gjatë ditë kohës që ne lëvizim, jemi pjesë, futemi këtu në tavernën tuaj, gjithmonë flitet Tetani. Si pikërisht gjithë emri Tani dhe nuk gjetë një emër tjetër që mundet. Si lindi kjo? Shiko. Në fillim fare kur e vura emrin Greek Supplaqi, të gjithë më thoshin mua pse ja vura emrin Greek Supplaqi, më vi emri fast food ose diçka tjetër. I thash, shiko, kjo është një ushqim tradicional grek. Dhe besoj se emri do shkonte me biznesin, me ushqim. Kurse Tani
Emri Tani. Emri Tani që ideja nusës. Me shortës. Pa shortës. Ajo më tha. Tha ti tani tha në moment tha se ky është dyqani i dytë. E paka qenë po. Edhe ti tani tha je disi i kompletuar në qytetin e Lushnjës. Ke një far klientel nga dyqani i parë. Ju keni dhe shërbimin delivery. Delivery gjitha. Dhe tha pse nuk e vë Tani. Ç'ke thash? Vetëm Tani. Dhe kështu si ide që e bashkëtorës. Shortja dha iden dhe ju direkt e vendosët emrin Tani suflaqe. Po. Më pëlqen kur gjoj njerëzit që kalojnë, që thonë të Tani. A shkojmë te Tani? Tani, ose te Greku, ose te Tani, ke parasysh, po është ndjesi shumë. Nuk mund ta përshkruaj, kur gjoj klient për shembull në telefon ose njerëzit. Tani, gjatë kohës që ju keni punuar në shtetin grek në Athinë, pasi Athina njihet për çdo lloj kombësie, a sollët ju në një model pune nga shteti grek dhe aktualisht ju sot i keni në përvojën tuaj këtu? Shiko, unë kam sjellë shumë gjëra nga shteti grek, të cilat të më parë nuk ekzistojnë. Janë disa specialitete të mia që unë i kam sjellur këtu dhe ka kaluar kaq vite dhe unë prapë i vazhdoj t'i bëj. Për të cilat qytetarët që i ka provuar. Klientët qytetarët i pëlqejnë. Po. Në fjalë janë. Kush është ushqimi më i veçantë, që është më i goditshëm që qytetarët pëlqejnë pikërisht në tavernën e Tani? Janë disa. Jo një. Patjetër, ja thuaj. Për shembull, është një produkt që quhet pita fast. Pita fast ka një zanafill në vitin 2018 këtu, në Lushnjë. Është rikthehemi prapë tek pjesa e fillimit që një kuzhinier duhet duke sjell modelet e reja, po duke mos harruar tradicionalin që vjen. Dhe bëra një bashkim idesh me pitin që ekziston dhe këtu, në Stekaçe, në Theminerve, dhe doli pita fasti. Mirë po kur e bëra unë se vitin fare, pita fastin bëri shumë bujë. Dhe është diçka që akoma dhe sot, mbas 10 vjetësh njerëzit e pëlqejnë. Një kjo. E dyta. Solla në Lushnjë ndryshimin total për sa i përket pjesës fast foodit. Kur vija unë në Shqipëri si refugjat, si emigrant, shumë fast food e punojnë me dorë. Kurse unë e kam të ndaluar rrepsisht të kapin gjëra me dorë. Çdo gjë me kapse. Kjo është e para. E dyta, solla uniformën. Stafi duhet jetë me uniformë. E treta, solla risinë e kompjuterit, faturave, programit. Se mund të punojmë në 2018, 2020, 2025 me dorë, me bloq. Iko ajo. Tani kanë dalë modele, është teknologjia është për hapur dhe puna mua më bëhet më e thjesht, por edhe pjesën e kamarierëve e ndihmon shumë që të shkruaj me dorë, kur e ka një kompjuter përpara, një program dhe mundohem gjithmonë që të lehtësoj sa më shumë punën e stafit tim, po edhe të klientët. Kënaqur klientët. Është normal ajo. Kjo është risia e re që ju keni sjellur në qytetin e Lushnjës, në tavernën tuaj, përveç këto që përmendet, gjithë gatimet e të gjitha me radhë. Kam sjellë pikante duam. Shiko, kam sjellë ambientin. Në fjalë, kam pasur gjithmonë dëshirë që njerëzit që vinë në dyqanin tim, ambientin në vërtet duket është tepër modern. Kam dashur gjithmonë që njerëzit, edhe në dyqanin e parë, edhe këtu, kam dashur gjithmonë që njerëzit kur të vinë në dyqan të ndjehen të lirshëm, të ndjehen të kënaqur, të pëlqejë ambienti, sepse unë kam një shprehje të bukur që thotë aty, nuk e di lexohet apo jo, thotë aty ku buzëqeshja është me shëndritshme, ushqimi është më i mirë. Që do të thotë, nëse unë shikoj për shembull një familje
me 4 veta, burre, grua, 2 fëmijë, dhe vinë ulen dhe e shijojnë ushqimin dhe e shikoj duke qeshur, duke biseduar, pavarësisht ata nuk shikojnë mua, unë i shikoj. Dhe ajo gjë mu më jep kënaqësi të papara. Me sa dim, me bisedë që kemi bërë para praktikës bashkë, ju sot keni të punësuar 13 punonjës. Po. Një pyetje do linde vetëm pak dhe çuditshëm. Si menaxhon tani këta? Si menaxhojnë këtë lloj me 13 punonjës brenda ditës është? Shiko, ka pas më shumë. Kanë qenë më shumë. Sa ka arritur tani? Kanë qenë 28 punëtorë. Në sezon vere? Po. Edhe sezon dimri kanë pas 20 punëtorë. Po kanë larguar para syve të veta, emigrimi. Ka gjenë vështirësinë tani në largimin e punonjësve? Shiko, të them të drejtën, edhe po edhe jo. Do të thuaç pse? Nëse menaxhimin e ke më të lehtë? Unë jam mësuar, nuk më bën përshtypje. Në fjalë, edhe në Greqi kur isha për shembull, që kam menaxhuar shumë biznese në Greqi, iknin vini dhe kjo pjesë mua nuk më bën përshtypje. Nga që jam i mësuar që andej. Por kur më thoshin për shembull që do ikin në emigrim, gjë para që thosha, ok, në rregull, të vëtë mbar, mund të ikësh. Është e vështirë. Por shiko çfarë ndodh. Të menaxhosh një staf 13 veta, ose 20 veta, ose 30 veta, që kanë pasur unë, është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Sepse varet çfarë kërkon ti prej atyre. Sepse jetia i që pikat dhe ndan gjërat çfarë kërkon punëtori dhe çfarë kërkon pronari. Për shembull, të jap një rast konkret që më ka ndodhur një herë vetëm. Unë me rrogat e punëtorëve dhe stafit janë shumë i saktë. Shumë i saktë. Është një gjë që unë nuk e toleroj kurrë. Mund të kem vështirësitë mia financiare, e supozojmë mund të kem shumë gjëra, por pjesa e punëtorit është gjë që unë nuk e toleroj kurrë. Për pjesën e pagesës. Për pjesën e siguracioneve, edhe kjo pjesë nuk toleroj. Tek pjesa e menaxhimit, shumë herë unë i takoj, i flas, i them çfarë ju duhet, çfarë ju mungon. A revoltohet ndonjëherë tani me punonjësit? Ka pas raste? Ka pas. Ka pas raste sepse, shiko, është... Kush më tepër i revoltuar tani? Te keq menaxhimi, sjellja e punonjësve ndaj qytetarëve, ndaj klientëve, apo thjesht gjërat e brendshme të punës? Ka pas raste edhe me pjesën e menaxhimit për sa i përket klientelës, por edhe pjesa brenda punës. Shiko, unë rrigjit në dyqan. Dhe gjërat i shoh si gjyshtek. Jam dhe qik manjak të pjesa e cilësisë. Duhet të dali si duhet dali. Ka pas, por të jam pjesë e punës, s'kem që bëj. S'kem që bëj. Si gjithçka. S'kem që bëj. Tani, çfarë do të thotë suksesi i një pune që ju pikërisht e sollet në qytetin ku ju rritet pikërisht në Lushnjë? Shiko, unë jam lindur në Lushnjë. Edhe gjithë shkrimin time në Lushnjë nga. Suksesi është diçka që duhet ta përballosh. Suksesi. Problemi është ku e gjen tani forcën që e përballon. Forca që e përballoj të sukses, e kush është që unë jam me këmbë në tokë, si e thonë. Do më thënë. Nuk ka ditë që mos i dyqan. Para ditë e mbas dite. Dhe nuk ka ditë që unë mos të nguzhin, të bëj diçka të re. Përvulloj diçka, natëroj diçka të tuja, me salcat, me mishin, me erëzat, të vashësh. Sepse kur unë e nxjerr si produkt dhe shoh njerëzit
që e konsumojnë. Për mua është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Suksesi varet se si menaxhon. Unë jam vetëm një lushje, jam një orë dhe jashtë lushjes. Nga qytetarë që kanë ardhur, nga Berati, nga Fieri, nga Rogozhina, nga Peqini, nga Vlora. Por shumica e klientelëve që vinë nuk më njohin. Dhe thonë ku është pronari. Dhe ku më shohim brenda me bluzën e punës, të pitet, të patatet, të mishi, të salcekos, të këtoja, shkojnë kështu habitur. Që pronari që nga punëtori vetës. Për ne them suksesin duhet të di se menaxhosh. Por ka diçka. Që këte kam thënë me vite, për them pra dhe një, që nuk duhet të lejosh të të rrëmbej suksesi. Sepse suksesi është diçka që vjen. Tani mendon ndonjëherë këtë që mund të jetë rrëmbimi i suksesit, mund të jetë kaloj në vojtje pastaj? Jo. Si mendon asnjëherë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë sepse unë thash, unë jam me këmbë në tokë. Nuk kërkoj shumë gjëra, jam të biznesi im, i rrim mbi kokë, nuk abuzoj në pjesën, kur them abuzoj, nuk abuzoj për shembull që nuk do vi 5 ditë dyqan, 6 ditë dyqan, nuk do të fare. Jam çdo ditë, përveç rasteve kur kam probleme familjare, për shembull që largohem. Për të kaluar të pyetja e tjetër, si e gjen kohën tani për të gjetë me familjen, me shoqërinë, pasi ti je një njeri i njohur dhe një figurë në qytetin e Lushjes për tavenën që ke dhe për emrin që i ke dhënë këtij qyteti dhe punës tuaj, po a del koha që shoqëria apo e mbledh shoqërinë në këtë tavernë? Si i gjen tani? Atëre. Rutina e përditshme ime është kjo. Unë çoj në orën e 8 mëngjesit. 8 ditë qerek, 8 ditë gjys. Kaloj një orë me fëmijët e mi, me bashkëshortën në shtëpi, dhe nga ora 9 gjys dara shtëpia. Dhe vi në dyqan. Disa miq dhe shok vinë këtu. Të takoj. Disa miq të tjerë, kur ka mundësi, të takoj jashtë. Mundohem që ditën të kaloj të jap pak rëndësi të gjithëve. Me një fjalë, punës është e para, familjes, shoqërisë, edhe nënës time. Programi im është ky, vi në orën e dyqan tuja, rrim në dyqan, kur kam punë largohem për punë të dyqanit, kthehem, po pa kohë mund të pini kafe me shok, po pa kohë rri këtu. Dyqan. Në orën 2:30 kthehem në shtëpi. Shoqëria si të gjen? Nëpërmjet punës a shkojmë te suflaqja tani apo thjesht në telefonojnë? Ka raste që vinë këtu, ka raste që më telefonojnë. Ka raste që më thonë shikoj, ne jemi ulur në filan vend. Do vish? Ka raste, po, shumë mirë, dos. Por unë nuk dal nga rutina e përditshme. Nuk dal. Unë në orën 2:23 unë jam në shtëpi. Tashmë ju jeni një nga njerëzit që i keni dhënë emër qytetit Lushnjës dhe thjesht emri juaj është bërë kudo që shkohet pik referimi, ku njerëzit ulen, diskutojnë, ulen hanë suflaqe, marrin, porosisin e deliver, e të gjitha me radhë. A është një kënaqësi, a e ndjen tani kënaqësinë e këtij qyteti që e respekton në këto format të tillë? A janë duart e tani këta që bën këtë lloj respekti? A janë gatimet e tani tradicionale apo thjesht është një mënyrë që tani ofron me gatime të ndryshme duke marrë atë ngjitjen e njëhershme në dashurinë për njerëzit, për gastronominë? Në radhë të parë, unë dua të jem një njohës këtij qyteti, shumë një njohës, qytetit Lushnjës, që më ka përkrahur në çdo hap që unë kam bërë. Se pa qytetarët, flas qytetarët, bashkë me fshatrat. Flasë për qytetin e Lushnjës, bashkë me fshatrat. Që më kam përkrahur. Shiko, si që thasë edhe në fillim fare ka qenë vështirë. Ka qenë vështirë sepse njerëzit, ose më saktë klientela që kam unë, dhe qytetarët bashkë,
janë shumë të kujdesshëm te pjesa e ushqimit. Dhe duhet jenë te pjesa e ushqimit. Por duke marrë parasysh që unë gjithkohës kam qenë shumë i kujdesur, shumë, te pjesa e pastërtisë. Te pjesa e cilësisë. Çështja e suksesit. Po, është kjo një pjesë. Jo vetëm gatimet. Por është luan një rol të madh kjo pjesë, pjesa e pastërtisë, pjesa e cilësisë dhe pjesa e komunikimit. Luan rolin shumë kryesor, sepse me pak fjalë mund të bëjnë shumë gjëra të mira, shumë gjëra të bukura, shumë të shijshme. Por në momentin që ti si klient ose si qytetar vjen në biznesin tim dhe shef një parregullsi pa pastërti, në për tavolina, në për karrige, poshtë, sado i mirë që tjetë ushqimi që bëj una, ambienti vet i piset të largohesh. Kështu që unë kam zgjedhur, kem edhe këtë. Vërtet kjo më ka kushtuar punëtor normal, por ke marrë suksesin. Po. Ke zgjedhur suksesin. Ke zgjedhur cilësinë, me çdo kosto. Ke zgjedhur suksesin. Me çdo kosto. Por përveç saj, kur ju bëni shërbimin delivery, a ka pasur raste që klient nëpërmjet telefonit të thonë, shiko, ne me vërtet kërkuam këtë ose me vërtet kërkuam, por nuk ka ardhur kjo që ne kemi kërkuar me këtë lloj cilësi që bën dorë Tanit. Kemi pasur raste të tilla? Po, kemi pasur raste të tilla. Si është përgjigjja Tani? Mund ta rregullojmë, mund të keni porositë nga para. Ato që keni porositur, ato që keni porositur mund t'i hani, po ju sjellni porosinë e dytë. Ose ato që keni porositur mund ne të bëjmë mbrapa, të sjellni porosinë tjetër. Shiko, gabime ndodhin. Jo, më pëlqen kjo lloj thënie sepse i bie që gjithmonë klienti është mbret. Dhe ju keni zgjedhur që gjithmonë klientin ta bëni mbret. Klienti ta vendosni aty përballë dhe t'i thoni ju jeni mbreti i kësaj tavene dhe unë jam shërbyesi juaj duke u shërbyer në çdo moment. Ky është një kënaqësi. Shiko, kur ju hapni një biznes, gjë e parë që duhet të shikoni, flas nga eksperjenca, gjë e parë që duhet të llogarisni në trurin tënd është që si do kënaqni klientelën. Ose më mirë, si mund ta mbani një klientelë që ju e keni në pjesën e punës së përditshme. Ngritur avash. Që do të thotë, klienti ka një farë të drejtë, por derisa ai po të respekton në biznesin tënd, duhet të japësh maksimumin konfront të gjithave dëshirave që ai ka për sa i përket pjesës së punës. Se ka pas dhe klient, shumë që sa më jetë kënaqur. Kanë ardhur dhe këtu, jo kanë thënë, tani jemi të kënaqur, na ke shërbyer mbrapa, jemi të kënaqur nga atë punë që ju bëni. Po, shumë. Më rasti më i fundi ishte para 3 ditësh. Një familje nga Fieri kishte ardhur Kastile, edhe familja edhe në 8 veta. Edhe më thanë mua kemi ardhur nga Fieri. Thash po. Tha kemi parë tha në reklamat e tua, tha që ke këtë. Kur ikën, gjela shumë kënaqur se më thanë që ne do vim prapë. Përveç kësaj ka dhe shumë turistë. Unë kam shumë italianë që vinë këtu. Pjesë i qytetit, por që kam shumë që vinë këtu. Ka pas raste për shembull që kanë ardhur klientë nga Vlora. Nga Vlora, kam shumë klientë nga Rrogozhina, kam shumë klientë nga Kuçova. Me i thonë gjitha, i bie që do vem, do ham, te tavena, Tani, suflaqet që Tani ditë i gatojnë mjeshtërisht. Shiko, pjesa e tavernës është diçka që unë nuk e ndryshoj cilësinë para asgjë. Një fjalë. Kjo do shitet kaq lek. Do mirët kaq lek. Më mirë kam të fitoj pak dhe
klientela të ngjilet e kënaqur, se sa të fitoj shumë, Dhe largohet klientela të largohet. E fjalë, kjo është një studim që unë me time kaq vite kam krijuar dhe them më mirë pak edhe sakt, se sa shpejt edhe përfundimet. Të kalojmë te pyetja e fundit për këtë emision Personazhe në Fokus. Çfarë këshilla do të jepni të rinjve ju që të ndërtojnë të ardhmen në Shqipëri? Kishni një këshill veçantë? Këshill veçantë. Të rinjtë e sotshëm më radh parë një herë duhet të mësojnë një profesion. Pa parasysh çfarë profesioni është. Profesioni në gjuhën tonë, që themi ne, ha bukë kur të vesh. Unë përveç se kuzhinier që jam, unë kam edhe 2-3 profesione tjera. Përveç kësaj. Dhe shumë punë në dyqanin tim këtu unë kam bërë vetë. Unë kam bërë puna në Greqi, që të di dhe hidrolik, të di dhe bojaxhi. Kam punuar edhe plaka. Kam punuar kamarier. Kjo ishte një thirrje që çdo i ri do të marrë një profesion, sepse sot profesionet janë të kërkuara nga bizneset në Shqipëri. Po, Ka nevojë për krah pune jashtëzakonisht. për shembull të marrim një kamarier. Kamarier. Kamarieri në Shqipëri është çik si pjesë e vlerësuar, mendoj unë. Por kamarieri është një zanat. Dhe unë e di që një kamarier është dhe shumë i respektuar. Paracakoshëm në emisionet Personazhe në Fokus kam pasur një kamarier prej vitesh 21 vite që i shërben të qytetarëve dhe ishte shumë i kënaqur nga mënyra e komunikurit dhe nga mënyra se si shërben këtu qytetarëve të tij, kur vinë apo klientë që vinin në lokale, ai ishte i punësuar. Po, Ishte një njerëz që ishte pjesë që gjithmonë respektonte klientët që vinin. Shiko, në Shqipëri momentalisht vuajmë çik për staf. Vuajmë çik, sepse nuk ka. Por rinia duhet fokusohet në një profesion, pa parasysh çfarë është, kamarier, brenda tek mua tek kuzhina, që të mësoj të bëj shpëthaqje, ose tek zgara, tek grillat që themi neve, ose te pjesa e telefonave, pa parasysh me fjalë, duhet të mësoj një profesion. Duke mësuar një profesion, ti ke të drejtën, nesër pas nesër, të hapësh një biznes tëndin, por duke mos pasur një profesion, duke bërë një punë sezonale, nuk arrin kur të formohesh dhe të arrish një ëndër që ti mund të kesh për më vonë. Duke mësuar 1, 2, 3 profesione, dhe në një moshë që ti mendon se je gati për të hapur një biznes, të kujtojnë të gjitha ato vite që ti ke punuar dhe është rasti dhe moment që ti të shfaqësh çfarë ke mësuar. Kështu që unë i them rinis pa më parasysh ku janë. Shqipëri, në Itali, në Gjermani, në Greqi, pa më parasysh ku janë. Duhet të mësojnë një profesion. Që nesër pas nesër, atë profesion ndaç në Shqipëri, ndaç ku do të ndodhen, ta vënë në punë dhe të jenë të suksesshëm. Asgjë nuk arrihet pa punë. Asgjë. Unë doja të thosha tani këtu përballë të televizorit që unë jam dhe një nga donatorët kryesorë të Qytetit Lushnjës për fëmijët në jetim. Do ta bëja këtë pyetje tani, se sot nuk do ta mbyllja emisionin. E di që një nga njerëzit që shpeshherë prodhoni pak ushqimore, ndihmoni familjet në nevojë, fëmijët që janë me probleme të ndryshme sociale, si u lini kjo ide? Unë jam jetim nga babai. Mua babai më ka vdekur në vitin 1989. Dhe si një fëmijë në moshën 12 vjeçare, është normale që ke parasysh kur të lë babai është pak e vështirë. Është e vështirë. Mirë, po në atë moshë ti nuk e kupton. Duke rritur avash avash, fillon dhe kupton shumë gjëra. Si lindi ideja? Ideja lindi nga disa familje që unë shikoja në rrjetet sociale. Që s'kishin të ardhur të mjaftueshëm,
Tani bën vetëm këto, apo ka zgjedhur edhe shokë të tjerë që kanë biznese si puna jote dhe bëni një grup dhe dhuroni? Ka, po, ka biznese tjera, që kemi bërë një grup të mirë që dhurojmë. Tani për shembull afër për vitri kemi një grup që është ashtu ja. Dhe duke parë që janë në rrjetet sociale, Unë lind ideja për të ndihmuar. Lind ideja për të familje. Më pëlqen. Edhe keni zgjedhur një nga pikat më të veçanta të fëmijët e jetit. Sepse unë jam Aty ku rritur. ti ke pas problemin tënd në të kohë. Po, kjo nuk do të thotë që nuk mund të ndihmoj për shembull dhe persona tjerë për shembull që janë ka pas nevoja të tjera. Mosha të ndryshme. Një rast për Familje të shembull. ndryshme. Po, një rast për shembull që tani afër që një nën me 3 fëmijë dhe detyrohesh të merrte rrugën nga fshati dhe vinin luqje me fëmijën krah. Shi rrugë gjatë. Dhe bëjnë donacion një karrocë. Për të paktën nga fshati që vinte për në luqje, të paktën mos ta marrë fëmijën krah, si thosh një gjysmore, 2 minuta në krah. I bleva karrocën, pakën kur të vinë luqje, ja ketë fëmijën pranë karrocës. Zërove një bamirësi Një bamirësi. për të bërë jetën sa më të lumtur atij fëmije. Po, shiko, unë jam baba i një vajze dhe një goce. Një vajze dhe një çunë. Dhe duke pas fëmijët e mi, besoj që çdo prind për fëmijën e vet bën më të mirën. Nuk do të doja që fëmijët e mi për shembull të muajnë diçka. Por ja rrethanat janë të ndryshme. Në të sjellë çdo gjë dhe nuk mund të jetë gjithë një lloj. Bravo. Dhe për këtë arsye unë jam futur vetëm këtyre fëmijëve jetim. Sepse kur një fëmijë është jetim, Zoti ka vendosur për këtë gjë dhe nuk ka mundësinë të tjera. Nuk e ka babën, ose nuk e ka nënën për shembull. Është vetëm një prind. Ose ka pas vrasje për shembull. Është dhe vështirë për të menaxhuar ekonominë e familjes nëse jemi një prind. Deri tani jam mirë, besoj të Zoti inshallah ndihmoj dhe familjen më shumë. Kemi shëndetin dhe Jemi në ngadal po shkojmë në fund të muajit dhjetor dhe muaj i festave. A do të kishte tani një urim special për këtë fund vit, për gjithë, jo vetëm për klientat e tuaj, por për gjithë bamirësitë që ti bën, për gjithë qytetin që ty të respekton, por edhe për gjithë ata që vinë nga qytetet e tjera për të hengur një ushqim, një gastronomi të gatuar nga duart e tani, pikërisht në tavernën tani. një urim i veçantë që unë e jap çdo vit është shëndeti dhe familja. Janë dy gjëra kryesore për mua. Unë jam shumë i dhe mbas familjes dhe mbas shëndetit. Sepse po mbas shëndetin, vjen dhe familja. Po mbas familjen, vjen sukses. Po mbas suksesin, vjen gjithë me radhë. Dhe i uroj të gjithë kryetarëve të Lushnjës, klientëve, kudo që janë, një urim Gëzura Vit Njeri 2026, shëndet, lumturi dhe inshallah Zoti ja plotëson dëshirat. Me këtë urim ka i të bukur nga vetë Dritan Kajrani, 40 vjeçari nga Lushnja që rretheu gjithçka për jetën e tij duke nisur në moshën 17 vjeçare nga Athina, nga shteti grek, deri në suksesin e tij të biznesit pikërisht në qytetin e Lushnjës. Tani të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Personazhe në Fokus dhe gjithçka për shikuesit e televizionit Apollon, duke thënë që Lushnja ka një njeri, përveç se një biznesi ka dhe një bamirës. Ky është një sukses dhe thjesht sot ti dhe gjithçka dhe tregove gjithçka nga jeta jote se si arritet të bësh një biznes pikërisht në një qytet mysëqar si është Lushnja. Miqtë e mi, nga taverna e sufllaqeve Tani nga qyteti i Lushnjës, bashkë me Tanin, kalofshit mirë dhe miru takofshim javën e ardhshme.